Përshëndes të gjithëve dhe njeriu më i lumtur jam unë. Do të më shpjegoj. 20 vjet më parë, që emisionin Fix Fare ka marrë çmimin e parë. Me Pundra e Tiranës, i cili u shpreh, e kemi shkruar 5 herë në përsëritje. Unë kur të vi në qeveri do t'ja bëj shqiptarëve si s'vjet klasë. E shqiptarët nuk më besuan. Të gjitha fotot, si antikapat, i kam publikuar unë në Parlamentin e Shqipërisë dhe jam dhënuar me grushta 3 herë nga Garda e Republikës. Jam diskutuar në Strasburg, në Bruxelles, në Parlament, në Reporters Sans Frontières dhe të gjithë më thonin përse ti nuk merr lek nga Edi Rama, sepse unë nuk shitem, sepse unë kam 7 dëshmorë në familjen time dhe jam edukuar gjatë periudhës përshtypare. Si një moshë vjetër kemi bërë marksizëm dhe kemi mësuar se partinë tonë e kanë themeluar serbët, armisht e betuar të Shqipërisë që u desh vetëm ndërhyrje spektakolare e NATO-s për herë të parë që të qironte Dardanin martire, që Edi Rama e quan Veriun patën e skujt dhe donte tashiste. Me sa duket, në Zvënec i kanë ndeca i svet dhe uroj dhe jam shumë i lumtur që shqiptarët më së fundmi e kuptuan se patve nuk ka jetë. Atveu ynë nga 93.000 kilometra është 28.600, 21%. Jemi shteti më i pasur në Europë me 43 minerale, me platformën e vetme të naftës, me lumen, me krom, me të gjitha mineralet dhe faktësisht Edi Rama i pagëzuar dhe dekoruar nga kisha greke për shërbime ndaj Vojvodinit për shkatruar Shqipërinë, punon vetëm kundra shqiptarëve. Dhe Ukraina, Siria, Palestina nuk kanë 37% emigrantë dhe pse janë në luftë. Pse neve jemi në luftë?